Hamdi takon Allahu Gjeleshanuhu, salavatet qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Gjematin dërum, Allahu Gjeleshanuhu ngriti qejt e tokën bi drejtsin, dhe drejtsin e kërkoj edhe në mesin e njerëzve. Allahu Gjeleshanuhu për vete e ndaloj zolumin dhe e ndaloj zolumin edhe në mesin e njerëzve. Po fatkeqësisht njerëzit ndonjëherë kur është në pyetje interesi personal e prishin drejtësinë. Njerëzit thojnë jam i drejt përderisa nuk ka ardhur të gjykoje në mes dy personave ku njëri është i veti e tjetri është i huaj, dhe më njëherë në zemër fillon të anoje ka ai të cilin e ka të veti. Ndërsa Allahu Gjeleshanu tha mbanja tha drejtësinë, qoftë ajo dhe kundra prindërve tuaj, qoftë ajo dhe kundër vetvetes tuaj. Ama disa e thënë këtë premtim Allahu Gjeleshanuhu dhe drejtësi nuk e mbajnë kur është në pyetje, do thot të gjykohet në mes njerëzve edhe nëse prishet interesi personaliti. Ne nuk duhet shikojmë se ku kemi interes, po ne duhet ta shikojmë ku është e drejta. Se sot plot njerëz e thënë drejtësinë dhe bëjnë zullum, vetëm pse interesi ati nuk është në atë drejtim. E gjematin dërshëm, sot po shohëm se plot njerëzi po e marin hakin e huj. Edhe psa i e din se që ajo nuk është e drejt, nuk është haki vet, ama ka qef pse se interesi është qatine. Sot ka plot të cilët hynë në pun, ama nuk shkon pun. Don të marrë rrogë, ama të rijet e shtëpia. Don të marrë një rrogë shteti, ama të shkojet punoje privat të kjo punë e shtetit më shkoje hiq. Vetëm rrogën do në të marrë. Ama nuk ka qef të lodhët dhe të maltretohet punoje ati. E që kjo gjemat, a është drejtësi, a zullum? E po tash nëse jemi musliman, duhet ta dim çka është drejtësia, çka është zullumi. Po hoxha më kuvendon be, që më knaqën kër e marrë që qatë haramin. E po tash duhet ta shohëm gjemat sa e kemi imanin vulloset dhe thellume në zemrët tona. Nëse na u ka bo ma i lezetshëm harami se sa halali, atër duhet ta shohëm çfarë defekti kemi në zemrët tona. E gjematin nderuar, Allahu Gjeleshanuhu na urdhnon në Kur'an dhe thot Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Thot Allahu ju urdhnon që t'ja u jepni emanet ati që është i Zoti për atë send. Pra emanetet tuaja ti linja ati ku janë të Zotit për ta. Edhe puna është një emanet, edhe udhëheqësia është një emanet, edhe çdo send tjetër është një emanet që dikush i ta lën mbes ty. E po ku t'ja lam në mbes? A janë ehel, a janë Zotët asaj pune? Jo. Ne plot raste kemi ku njerëzit të pa aft, as një ditë shkollë se ka bau për atë drejtim, as nuk e ka idenë se si punot në atë drejtim, vetëm pse ka nga rejnë mbas dë një partije, dë hinjet ajo punë. Ama tja e din me këtë punë, jo be po filan partija më ka shti. E pastaj merë në qafë miletin, merë në qafë pacientin, merë në qafë si cilin, shkon një dokument, zdin një dokument të ta reguloje. Edhe thot kom him punën. Çfarë pune ke hin kur nuk je ehli asaj? Allahu na thot që t'ja japim atij që është i Zoti për atë punë. Jo kujt mbrinj t'ja japsh. Do thot ai çka është i Zotit ta kryej atë punë që atij i jepet emanet. Ama ne nuk po e çojmë emanetin te vendi vet. Po ashtu në tjetër ajet Allahu Gjeleshanu thot Bismillahirrahmanirrahim, Ja ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. O ju që keni besu, plotsojni thot marrveshjet tuaja. Mbaje marrveshjen dhe kontratën që e ke bën. A ke dhon fjalën dikujt, a e ke bën një marrveshje? Po. Shkon a gjen punë. Thot unë pajtohem me çket rrogë të punoj në çket vend pune. Tamam. E nënshkruan, rrogat vin, e tash nuk shkojnë punë, unë do shkoj tjetër kunde. Ku është e mbajtja e marrveshjes? A i e prej që kësaj ja jo ledhina amenu apo jo? A i e prej këtyne qka kanë besu apo qka s'kanë besu? A fatket si shumë ato që s'besojnë, mundohen të mbajnë ma mirë punën se sa ata qka i thojnë vetit muslimat dhe thojnë se kemi besu. A ka në tjetër të trahtojnë?
E xhamati ndarshëm, Allahu nuk e do këtë lloj loje që ka mundof mi ta bëjmë ne. Këtë lloj loje Allahu nuk e don. Pejgamberi alayhis salam s'ka kanë razi me një punëtor që e tradhton amanetin e vet. Në kohën e pejgamberit alayhis salam ishte një prej atyne që jetonte në kohën e pejgamberit alayhis salam që e quheshin Ibn Lutbije. Dhe pejgamberi alayhis salam kët Ibn Lutbijen e angazhoi që shkojë ta mbledhë zekatin në një fis. Dhe kur u kthy, i thot pejgamberit alayhis salam: "Ja Rasulullah, që kjo është e jotja, çka e kemi mbledh prej zekatit, që këto tjerët mi kanë dhënë bakshish mua." Dhe pejgamberi alayhis salam u nervozu nga kjo. Tha të kishe ndojt shpitande atë tip të bakshish dikush. Kjo nuk o bakshish, kjo korupcion. Se kërkush nuk të jep bakshishin kur rinë të shtëpia. Ama kur kje detyrë, kur je kryetarin dhe një vendit, kur je drejtorin dhe një drejtimit, e atëherë të vinë dhurata. Pse kur ma para nuk të vite e dhurat kërkush të të bite? Pse kur del në penzin nuk të bje dhurat kërkush? Ama kur je drejtor, atër bakshish e qot. Pse? Se duhet t'i bëjsh korupcion dikujt. Kur je kryetar komune, bakshish e qot. Pse? Duhet dikujt t'i bëjsh korupcion. E xhamat, harami me të madhe po hahet të muslimanët sot. A fatkeqësisht një numër i madh i atyne edhe na për xhamia rregullisht namazli. Ama tabihatit e Ibn Lutbijës shumë e kina zakon. Shumë muslimane ka në zakon këtë tabihatin e Ibn Lutbijës. Kjo është e jotja, kjo është e jemja, ka po e jotja. Dhe pejgamberi alayhis salam dol dhe mbajti hutbe. Dhe tha: "Çka është puna tha me ju?" Unë tha: "Të njanin prej juve marrë angazhoj, shkojë ta krye punën për musliman." Ai tha: "Vind dhe thot kjo është e juja, kjo është e jemja, ma kanë dhënë dhurat." Pse tha nuk rinë të shtëpia dhe ta shohën a ju bie dhurat dikushi. Sot që si dhurata ka plot te që një bakshish, hajde një darë se du shumë, hajde vetëm të mështish në punë. A e meriton t'ja të punë? Jo, vetëm t'hi ta marrë një rogë. Bile ka, këm di xhamat edhe musliman që intervenojnë ta kese një rogë, vetë ta marrë një rogë. A e di se nuk të shkojet ajo punë, veç ta marrë. E pastaj do punoje punë tjetër, ama t'i vijen një 3-400 euro shë pa mundim, pa me ndonë se halal e kje që keta. A halis donë t'i ushqej shefladin tonë me qëket 300-400 euro që t'a marrë harama. Dikushin do shta rinë pa punë, do shta dikushi qohët sa pas se din si t'i ushqej e fmit e vetë, se s'ka asë një punë, e ti donë t'i mbajsh di njanën me punë, qetërën pa punë, ama t'a marrësh hakin e huj. Pse merë hakin e huj? Dhe masëne kër i qëtë dikushi pi punë, i kanë qitë shqiptarët pi punë. Si e kanë qitë shqiptarin pi punë? Cilin shqiptare kanë qitë pi punë? Atë që s'ka shku kur njëherë në punë. Jo atë ta qese pi punë, atë në burg duhet ta qojë xhamat. Në burg kaj duhet shkoje. Pse habitmi e kanë qitë thot shqiptarët i qesin pi punë? Po i kanë qitë shqiptarët pi punë të cilët kanë hi 3 vjetë, 4 vjetë kanë marrë rroga, një ditë s'ka shku në punë. Që ki të mdhima ta? Jo valla, së mdhima t'hiq. Nësa e ka hangër hakin e huj, ai bile duhet qitët në gjykat dhe në gjyq që t'jape logari për atë që e ka hangër. Si mundet të pajtofmi, nervozofmi bile disa, e pas kanë qitë. Pa fa e kanë qitë. A ke ka në para në punë dë njëherë? Jo, as njëherë, qëfar haki lypë? Ty të pas kanë po zoluma. E dyta, ke shku në punë, zdin të bëjsh punën. Pse që ditësh kur qesin pi punë? Pse habitësh? Isha xhamat një pagesë të bëjnë në institucion, që të të vija i nati dhe njëherë që i e shqiptar. Qohët Macedonia, edhe punon sa 3 veta aty, duhet të bëjnë një pagesë, e bon 2 shqiptar ka rinë telefon aty. As njona nuk qohët të ndimoje. Ajo me nëzë se ne 3-4 njerëzi këtu presim rënd pagesë, ajo me nëzë si na jep logari të treve për njëherë, vrapo në aton, vrapo keton, ato dijan telefon. Deri sa i plasi filmi. Tha ju, tha të rinin telefon, tha të qoftit punojnë i dhe njëse. S'na intereson, tha neve puna, edhe vazhdun. Që xhamat po i tregoj mu si shqiptar mërtinat që i thanë qashtu. E pse të bof mi qash idiot xhamat që dikushi të thote qashtu. A jetë e ma rogën, po pse ke hi kur s'dit punësh? Do hi unë që ati do rinë telefon, po s'ka shtim punë për të ndajt në TikTok kërkushi, për TikTok rinë shpitande. Ama dërriqet, e tash i kanë qitë pi punë, valla, pse i kanë qitë shqiptarët? Jo inshallah kur se shtin mo që qanë punë. Si qa jo,
kur inshallah jo së njën punë? Çka duhet ajo? Shkon ati pretrën gjim sahati, ajo në telefon nuk qohet për vendin. Edhe për që qatë dëm vije kesh pëse kanë qitë për puna? Jo valla qasaj, inshallah bile dhe kur dikun tjetër ajo së njën. Çka duhet as i punëtori? Xhamat duhet ta dim se bota sot lyp kvalitet, nuk shikon a je shqiptar, a je maqedon, a kines, a dita bësh punën, boje, nuk din, s'jo më gushtën vishte puna. Se kur si e i Zoti për punë, edhe baba jot me kon shefi punës, nëse gjali nuk i punon mirë, gjali i bën hajdut lëke, gjali si shkon vakët, pa edhe i baba di thote gjalit vet një dit, o birë, hajtë rrima mirë të shpia se si e të mu deshtë. Ma shumë mi zekamët këtu të puna se sa që më dimon, hajde bajo. Edhe babë me pas e jo shteti. E xhamat, ne kemi qef dikushit në ambaje që ashtu në punë, ne mos punojmë hiq, ose mos shkojmë hiq, edhe në fund, rogën të vije tamam. E jo, a e ke në shkrujt kontratën, po, edhe tu du t'i është njëherë ehel për atë punë, t'i është i Zoti, edhe dyta t'i është i rregull. Ka dë njëherë disë edhe hoxalar në udhubila, dahi unë në punë, ama tash nuk dalë se s'jom i knaqët unë me rogën. Po t'ja e ditën fillim, kur u hunë që të bësh muhabet, a e bone marveshën për qaq pare? A thanë se që këto detyre i kje për qaq pare? Po pse e pranove? Po e pranova, ma tash e shë se pakjon, e tash sabahin s'dë dal, akshamin s'dë dal, 3 dit dë dal, 2 dit s'dë dal. Po ku e ke pati këtë film? Atëherë dil pi punë e liroj e vendin. Si mund është ti do thotë e të lypish jashta kontratës? A e ke bo kontratën? Po. E u fu bil ukud. A e ke nënshkrujt kontratën? Po. Ti duhet i rish në bas, i knaqët apo i paknaqët? Nuk ka ti unë s'jom i knaqët. Nëse e ke nënshkrujt kontratën, dhe i është i knaqët. A nëse donë ma mirë, bujrëm dynjoja qelë është për ty. Si e i knaqët me këtë rogë, hec. Ama jo në dëri që këtu, rogën da marë si me punu të plot, ama në punë nuk dhe dalë vetëm kur dëmë kuvendoje. E ashtu xhamat s'ka. E që kështu jemi bo, do thot një numër i madh që e kemi me rak të ham haramin, e na kam lu harami ka këta anët, po inshallah xhamat duhet vetëdisofmi gjithë që të rrim sa ma lartë prej punëve të këqija dhe prej haramit, prej asaj cilës nuk është haki jonë, se haki huj xhamat do t'i jepet llogari në ditën e gjykimit. Subhanallahu bihamdik, ashhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.